sepse ka tentativa që njërë nga këto variabla apo njërë nga këto këmbë ta heqësh, me shumë mundësi bie i gjitha si ngrehin, por me shumë mundësi nuk do ketë mundësi t'ja dalë askush. Por e thën e tillë, unë mendoj që çdo lloj iniciative, aty mund të lindin jo një parti, po 2-3 parti. Mund të lindin kuvend apo mund të lindin çfarëdo lloj le të themi forma organizimi. Po në asnjë mënyrë nuk duhet të nxitohet dhe të jetë e parakoshme përfaqësimi i kësaj, sepse qëllimi kryesor, le të themi, përveç asaj që themi është demokratizimi i vendit, si arrihet duke kërkuar dorëheqjen e Ramës dhe të le të themi eliminimin politik të Berishës. Për aq kohë sa ti nuk e kaluar dhe nuk ja ke dalë me fazën e parë të kësaj të objektivit tënd, nuk mundet që të shkosh në një objektiv të dytë apo të le të themi të futesh rota në këmbë për ta dobësuar. Dhe unë mendoj që është e gabuar nëse tentohet që të le të themi të përfaqësohet, sepse njerëzit besoj shumë që kanë ardhur aty duke menduar që nuk janë duke u përdorur nga dikush që mund të jetë parti, individ, Migem, po a vjen një moment ja ta pyes dhe Petrajn para se të shkojë në reklama. A vjen një moment që protesta do duhet përfaqësohet, pra të nxjerrë një përfaqësim të organizohet? Me Migem kemi qenë disa herë dhe kemi diskutuar. Apo nëse nuk ka dakordsi brenda vetes, kjo rrezikon ta dobësojë. Pa një kohë ka përfunduar. Për mendimin tim në ditën e 10, ajo ka djem kurajoz, ka djem me potencial, ka djem me artikulim. Njerëz me mendim politik. Po, ka djem të cilët që unë Andoena e njoh shumë mirë. Mirë po, problemi është që aty është një kaos dhe çdo kush bën çfarë të dojë. Dhe ky është problemi aty. Nuk merr dot njëri vendim. Atje thot njëri do bëjmë kuvend thot njëri. Duhet më të jetë popull. Një, do bëjmë. Duhet më. Po jo, faktikisht Andoena, të fitosh. Aty duhet të flasi çdo kush që ka të drejtën të flasë. Të fitosh dashurinë e popullit dhe qytetarëve. Jo, më dashurinë e popullit e ke aty ti, po të fitosh dashurinë e huajve, se popullit aty është. Po cilët? Jo, të huajve na. Shiko, pse mendon se me një grup drejtues objektivi është më i lehtë të arritshëm? Më i lehtë sepse i ke kërkesat më të qarta, unë kësaj qëndroj. Pa një ekip drejtues ti mund ta bësh më gjithë përfshirë. Një koment shumë shkurtër se duhet shkojnë në reklama. E humb elementin e gjithë përfshirjes. Nëse ti arrin që ta vendosësh përballë dikujt apo t'ja lësh në supë dikujt, ajo nuk bëhet me gjithë përfshirë se dikush ka diçka për të thënë, për të thënë pasaj që kryeministri që sulmon këtë protestë nuk formalizohet, kjo është destinuar të shuhet. Ju e keni parë, kanë marrë çka ka bërë? Kur është formalizuar në një protestë zdiun këtë mekanizëm? Se po ti s'ke parë deri tani, sepse protestat e përgjithësi kanë bërë partitë. E cila është formalizuar në historinë e demokracisë. Qëllimin pa formalizuar. Protestat në Shqipëri i kanë bërë partitë politike deri në sot. Protesta është politike, është vërtet politike. Ja po ta them unë në raste të tilla politike, por është me kërkesa bazike. Andoena, me protesta të tilla doli 5 Stelle, doli dhe Siri. Të lëvizjet anti-establishment. Mos na krahasoni me të huajt, unë po them në Shqipëri, në Shqipëri. Dhe zbritën direkt në 5%. Ore, në Shqipëri, më kush është protestë, Engelet më ndihmo. Ka protestë në Shqipëri. Shumë shkurt e Engelet se duhet shkojnë në shkolla, ja me vonesë. Për mua e ka arritur suksesin. Si? Ka që? Do ti ka me pika. U bën 37 ditë sot që nuk ka një lajm të vetëm nga kampi i Sali Berishës. U bë 37 ditë sot që nuk bën një lajm të vetëm. Mbase kur të zgjedhin këto sekretariatet në kryetarët. Një minutë, po. Ja, pra, askush as do me a ditë. U bën 37 ditë që nuk ka asnjë lajm nga qeverisja e Ramës. E kuptoni ju se çfarë efekti ka sjell protesta? Pra ka zgjësuar totalisht një subjekt politik pseudo-opozitar dhe ka bërë gjën më të madhe. E ka plakur Ramën. Rama nuk është më njeriu trendi, artisti. E ka fituar, e ka mundur protesta në këtë drejtim, thua. Okej, këtë e kam thënë. Dhe ankohet për këtë, me algoritmin. Prit. Ishte njeriu i fortë, di pse ishte i fortë Rama? Sepse kishte kuruar me shumë kujdes aureolën e tij në kancelarit ndërkombëtare. Pritej, edhe me tapet kuq. Ja lejonin edhe atletet e bardha. Ja lejonin edhe ndonjë hok. Ja lejonin edhe ndonjë, se bën dhe për qeshur kë. Dhe ashtu e pranonin. Tashmë, dikush është Edi Rama për ta. Është problemi i një vendi, është thelbi i ngërçit të një vendi, si Shqipëria, që është në prag të integrimit në Bashkimin Evropian, i cili ka një problem të madh
me çështjet e sundimit të ligjit në rastin Balluku, ju shtua dhe një problem i madh tashmë edhe në rastin e investimit në Zvërnec, dhe tani ka dalë gjëja tjetër, që ky nuk është më artisti i dikurshëm me shpirt të butë dhe shihet holl. Kyra që ai plak Ballkanas, interesi i vetëm i cilit është të grumbulloj pushtet dhe të abuzoj me të ti dhe thua përbëhet protesta këtë ja ka rrëzuar. që do thot e ka bërë bashkë këta dy pleqtë e vjetë të politikës. Okej. E kupton çfarë suksesi të madh ka ndodhur? Tani, pyetja tjetër është, a do krijoj parti politike? Kjo është pyetja. A duhet? Pra vjen një moment, po me një fjalim a thua. Po me një Se fjalim jam- sa them. dy fjalë, dy fjalë, dy fjalë. 30 sekonda ta them. 30 sekonda. Pse jo tani? Pse jo tani? Protesta është heterogjene. Pra ka shumë grupe brenda dhe është pa mundur që, okay. Po pra, janë të feve politike të ndryshme, sa janë edhe jo me fe politike. E për këtë arsye, thelbi i saj është të ruaj heterogenitetin. Nuk duhet të bëj një parti politike tani, nuk po them jo. Jo më vonë, ti thua tani, këto moment. Jo tani, sepse synimi që ka është të mos jetë thjesht dhe vetëm një garuese, po të dalë përtej sistemit. Okej. Po nëse bëhet të kthejnë turmën në militant, Ti arrit sa gjëra kështu siç është thua ti dhe më vonë mund të kthehet. Ajo se çfarë unë thash radhës kaluar, nëse mban mend, edhe kjo është e fundit, ishte që nga shndërrimi në fazën e parë ishte emocionale, faza e dytë ishte fenomen social. E treta ishte një platformë, dhe më sa duket ka një platformë, e ka një platformë tashmë. Pjesa tjetër tani është që kjo platformë do duhet elaborohet, po unë bie dakord me Migenin, që po do duhet arri një fitore për të kaluar kjo faza tjetër, që është dorëheqja e Ramës, dhe për këtë mjafton, nuk është e nevojshme të bëj parti politike, mjafton të jetë aty me rezistencë. Po do numra ajo ama Enkele, do masivitet. Ka dy herë raste që ka treguar numrat. Çështja e kuriozitetit për numrat ka rënë 2 herë, bërë 2 javë. Enkele, pa ka revolucion me datë kalendari, pra do mblidhemi më shumë, pra pse s'mblidhen sot ai shumë, po duhet mblidhen në një datë caktuar që kuptuar mesazhin e protestës. Revolucioni apo bëni sikur tani. Jo, pyetje ngre, mos u merrni me mua. Mos mendo që në qoftë se do një javë aty vërdall, Rama do jepte dorëheqjen. Nuk e do dorëheqjen Rama më. Binduni. Rama nuk e jep dorëheqjen sepse nuk është i lirë. Ta bëj këtë. Rama rrëzohet. Dhe ajo se çfarë kjo protest ka bërë, po ndoshta nuk është parë shumë, është që solidariteti i atyre që mbajnë Ramën, fut këtu edhe deputetët e vet, ka filluar të zbehet. Dhe kur zbehen themelet, s'ka nevojë dorëheqjet se ikën vetë. Ikën vetë thua ti. Shkojmë në një hapësirë publicitare, se jam me shumë vonesë, në pjesën tjetër ndalemi pak te SPAK. A mund filloj SPAK të bëjë arrestime pa policinë e shtetit? Pas reklamave.